Nëpërmjet disa fotografive, ministri në detyrë i kulturës, rinisë dhe sportit Hajrullah Çeku ka paraqitur punët që janë kryer deri tash në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic. Punët në rinovimin e stadiumit Buz Lumi Tibër në Mitrovic vazhduan në shkurt të vitit të kaluar pas ndërpërhyrjes shumë të gjatë, ndërsa është premtuar se do të përfundojnë si vjet. Brenda këtij viti punët pritet të përfundojnë, duke i dhënë qytetit një stadium të ri, modern dhe një herësh më të madh në vend. Në shërbim të klubeve, sportistëve dhe tifozëve Mitrovicas, ka shkruar ministri Çeku të njëjtën pas vizitës në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic. Në fakt, rinovimi i stadiumit olimpik Adem Jashari është dashur të përfundonte në vitin 2023, bazuar në aneks kontratën e lidhur në mes të operatorit dhe financueses MKRS në shtator të vitit 2021, por kjo nuk ndodhi. Ishin bërë pak punë që u ndërpren shpejt dhe objekti ishte lënë si më keq. Ishte shndërruar në gërmadh pas ndërprerjes së punëve. Kostoja e projektit për rinovimin e stadiumit Adem Jashari është rreth 16 milion euro. Nuk është hera e parë që investohet në stadiumin Adem Jashari. Në vitin 2014, ministria kishte investuar 740.000 euro, por shpejt stadiumi u dëmtua. Në vitin 2017 u investua 1,5 milion, prej të cilave 700.000 euro për reflektorët i ndau Federata e Futbollit të Kosovës, që stadiumi të plotësonte kriteret e kategorisë së dytë, përkatësisht që klubet kosovare t'i organizojnë ndeshjet për garat europiane. Edhe ai rinovim shkoi dëm dhe askush nuk mori përgjigje. Stadiumi Adem Jashari premton të jetë modern, është thënë se do të jetë plotësisht i mbuluar. Aktualisht e ka një tribunë të mbuluar. Aktualisht vetëm stadiumi Fadil Vokri i plotëson kriteret. Për ndeshjet e përfaqësueses, aktualisht vetëm stadiumi Fadil Vokri i plotëson kriteret. Stadiumi Fadil Vokri menaxhohet nga FFK-ja. Ministri Çeku ka njoftuar po ashtu për punët që po bëhen në stadiumin e Shtimës, Gjakovës dhe Kamenicës. Po ashtu ka theksuar se punimet do të nisin edhe në Rahovec, Prizren dhe Suarek. Me këtë përkushtim me seriozitet, nuk është investuar asnjëherë në infrastrukturën e futbollit në vend, ka shtuar ministri Çeku. Janë vetëm disa nga shumë projekte të premtuara se do të përfundojnë deri para vitit 2030, kur mbahen lojrat mesdhetare. Kosova, përkatësisht Prishtina, është organizatore e lojrave mesdhetare të vitit 2030. Qindra miliona euro pritet të investohen për të përmirësuar infrastrukturën sportive, para se të mbahet kjo ngjarje shumë sportëshe. Në vitet e fundit janë ndërtuar shumë objekte sportive në Kosovë, por fare pak prej tyre janë ndërtuar si duhet, me standardet e kërkuara dhe me material cilësor. Është bërë histori edhe rinovimi i stadiumit në Gjilan.